Vazhdojmë bisedat në studio të dashur miq për kujdesjet që duhet kemi ndaj trupit, veçanërisht ndaj organizmit. E rëndësishme është ushqimi mirë dhe shëndetshëm. Kjo është një nga ato lajtmotivet të cilat na shoqërojnë gjatë gjithë bisedave tona të përditshme, por pse jo edhe në ato biseda që realizohen në studio të ndryshme televizive, dhe ne i kushtojmë një kujdes të veçantë, besoj se ju e keni ndjekur her pas here. Do të flasim pikërisht me specialisten e dobësimit, Anila Kalleshi, për ushqimet e konservuara. Mirë se na erdhe, Anila. Përshëndetje, mirë se vjen. Takohemi përsëri së bashku për të folur për ushqimet e konservuara, të cilat tashmë gjenden rëndom në të gjitha marketet apo supermarketet apo hipermarketet, jo vetëm në Shqipëri, po kudo. Nuk e di kur ka filluar ky bumi i industrisë së produkteve të konservuara, po duket se konservimi është shumë i lashtë. Mund të themi rreth 12000 vite përpara Krishtit ekzistonin mënyra të ndryshme për të konservuar ushqimet. Mund të themi ndoshta që në tharjen e ushqimit, që në kriposin e ushqimeve të ndryshme, që në vendosin e tyre në qelare të ndryshme për të tharë frutat, për të mos ndendur në ambiente të hapura, në dritën e diellit, në ambiente të lagështa, dhe janë gjetur burime të ndryshme ndoshta ku mund të ruheshin dhe ku mund të thaheshin apo të përpunoheshin produktet e ndryshme, siç janë frutat dhe perimet. Kjo ka ardhur si pasojë, ndoshta mund të themi që njerëzit kërkonin që të kishin vazhdimisht një produkt të cilin nuk mund ta gjenin në stinën e verës apo në stinën e dimrit. Dhe duke studiuar, duke eksperimentuar ndoshta në produkte të ndryshme, kanë arritur që të bëjnë edhe konservimin e ushqimeve. Natyrisht tani koha ka evoluuar, teknikat e ndryshme, zhvillimi i industrisë sjell ndryshime dhe cilësi mjaft të mira, ndoshta mund të themi, por që ekzistojnë mjaft pro dhe kundër në fakt ndaj produkteve të konservuara. Dhe unë kam përgjedhur ndoshta të marr ca mendime që janë pro konsumimit të konservave, gjithashtu dhe kundër, pse vazhdimisht proklamohet që duhet jemi kundër, dhe ne shumë shpesh themi që më mirë produkte të freskëta, më mirë produkte pa shtesa, pa aditiv, pa konservant të ndryshëm, sepse dihet qashme që konservat përmbajnë dhe konservant dhe aditiv të ndryshëm. Mirë, Anila, në fakt pa bërë reklam apo anti-reklam, le të themi, të këtyre produkteve, sepse sigurisht që derisa ekzistojnë, ndoshta mund të konsumohen në momente emergjence, në raste urgjente, njerë në kush e di se sa kohë, apo jo, ndoshta në një rast të tillë. Unë për këtë thash që kemi pro dhe kundër tyre. Arsyeja pse ne mund të përdorim. Në fakt, në momentin e konservimit të peshkut apo të mishit, nuk mund të themi që humbasin tërësisht vlerat e tyre, dhe ne arrim ndoshta të konsumojmë në një moment, nëse ti nuk je i gatshëm për të bler një produkt, siç është mishi apo peshku, dhe nuk e kohën e përshtatshme ndoshta për ta zier, për ta pjekur, për ta pasur të konsumueshëm, natyrisht mund ta konsumosh në produkte që janë të konservuara, ku shtesat, aditivët e ndryshëm, konservantët e ndryshëm janë në shumë të rëndë ndoshta në këto produkte. Te këto produkte, kripa është një produkt i cili ndihmon në kohëzgjatjen e këtij konservanti, gjithashtu e kësaj konserve, gjithashtu dhe vajri që përdoret, që është një vaj vegjetativ, mund të jetë vaj ulliri, mund të jetë një vaj tjetër, i cili ndihmon në mbajtjen mirë të vetë produktit. Këto produkte, kryesisht për peshkun tonë, mund të themi sardelet, janë mjaft të mira për të konsumuar si konserva, pasi vlerat e tyre ushqyese janë pothuajse të paprishura. Natyrisht i futen në momentin e konservimit, ekzistojnë mjaft procese termike, të cilat mund të konsistojnë në ngrohjen e tyre, ose në ngrirjen e tyre, ose në ftojen e tyre. Pra janë tre procese të konservimit. Ngrohja e tyre, që kalon në temperaturë 100-120 gradë, ftoja e tyre, e cila mund të jetë deri në 0 gradë, dhe deri në -12 gradë, që është procesi i ngrirjes. Kur bëhet fjalë për perimet dhe frutat, në fakt kemi ngulur vazhdimisht që perimet dhe frutat duhet të jenë të konsumueshme sa më shumë të freskëta, aq më mirë do ishte marrja e tyre, po sigurisht edhe shija dhe gjithçka është më e mirë kur janë freskëta. Pikërisht. Kjo ndodh sepse perimeve dhe frutave, perimeve kryesisht i shtohet mjaft sasi kripe brenda, e cila ndihmon për të ruajtur masën, për ta ruajtur të freskët, ndoshta për ta ruajtur të konservuar, mund të themi, ose për t'i dhënë një gjatësi kësaj perime ose kësaj zerzavate. Ndaj duhet jemi të kujdesshëm në konsumimin e këtyre, pasi dimë që kloruri i natriumit është tmerrsisht i rrezikshëm për organizmin, mund të themi për personat me diabet duhet të jemi shumë larg kësaj këtyre produkteve, pasi kripa e tepërt çon në rritjen e kolesterolit,
çon në problemet e diabetit dhe në problemet e hipertensionit gjithashtu. Gjithashtu persona që vuajnë nga migrena duhet jenë mjaft të kujdesshëm pasi antioksidantët që ndodhen brenda në këta kutitë konservuese në momentin e hapjes kthehen në tiramin. Tiramina është mjaft e rrezikshme për personat që vuajnë nga migrena. Gjithashtu ka dhe mjaft për bisfenoli A, i cili është një substancë mjaft e rrezikshme për fëmijët sidomos të palindur, pra kur janë embrion, kur janë fetusi në barkun e 1 në shtatzën, dhe grave shtatzëna nuk i këshillojë që të konsumojnë ushqime të konservuara, pasi bisfenol A është një element shumë i rrezikshëm për formimin e trurit të fëmijës. Ndaj nuk i këshillohet këtyre personave që ta konsumojnë. Gjithashtu krijon probleme në formimin e kockave dhe për këtë duhet jenë të kujdesshme në konsumimin e konservave. Por gjithashtu duhet cili është problematika e konservave. Mirë, në fakt, Anila, me që më përmënde grashta zëna dhe sigurisht automatikisht të shkon mendja dhe tek foshnjat e sapo lindura, shumë ushqimet konservuara ka dhe për fëmijë, për foshnja, veçanërisht mbi 3-4 muaj, ushqimet konservuara në ato kavanozët, që aty fillon, le të themi, një lloj problematike dhe me ushqimin natyral. Unë personalisht kam analizuar në momentet kur kam rritur fëmijën time, kam rritur me ushqimet plazmon dhe jam interesuar lidhur me këto produkte. Dhe në fakt kam vënë re që janë oaze të tëra të cilat rrisin fruta në mënyrë natyrale më të mundshme, pa pesticide, pa nitrate të ndryshme, dhe këto bëhen pure frutash, përpunohen dhe bëhen pure frutash. Përderisa është një biznes mbi 100 vjeçar i cili ka një sukses shumë të madh, ndoshta jo vetëm nga reklama, sepse dihet që tashmë reklama rrit dhe shitjet e njërin e tjetrën, por që duke parë oaze, duke futur në internet, duke parë oazet e mëdha në vende të varfra, sepse ky është ndoshta suksesi i firmave shumë të mëdha, gjejnë vende të varfra, të cilat nuk janë shumë të industrializuar dhe nuk e njohin shumë ndoshta atë konkurrencën e tepërt në botë, prodhimin e nitrateve të tepërta, përdorimin e nitrateve të tepërta, dhe nëpër këto oaze janë rritur fruta ku janë të sakta, janë cilësisht të pastërta dhe përveç kësaj i nështrojnë një përpunimi i cili shmang të gjitha papastërtitë, mikrobe të ndryshme dhe përpunohet duke u bërë ambalazhimi natyrisht kryesisht pa ajër brenda, një ambalazhim tepër i sigurt në shishe qelçi, të cilat ka një siguri vërtet shumë të madhe. Nëse bëhet fjalë për konservat e peshkut dhe të mishit, kemi produkte të cilat janë të lyera, është llamarin, teleqe, e cila është e lyer brenda me kallaj, që ndihmon që mos të oksidohet nga brenda dhe misht mos të oksidimi i saj do të sillte natyrisht prishjen e konservës. Ndërsa tek produktet e fëmijëve në përgjithësi pjesa më e madhe është në kavanoza qeshi, që tregon një pastërti dhe një cilësi shumë të mirë. Gjithsesi, si ndikon kjo, le të themi, në atë edukimin për sa i përket ushqimit të konservuar, për të shkuar më tej pastaj edhe në grup mosha të tjera? Në fakt, ushqimet e konservuara janë ushqime, mund të themi disi të lira. Janë ushqime të lira, ushqime të cilat rezistojnë në kohë dhe ushqime që janë të favorshme për personat të cilët janë në punë gjithë ditën dhe ndoshta nuk kanë kohë që të merren me prodhimin apo me gatimin e një produkti. Ndaj kjo është arsyeja pse njerëzit këmbgulin vazhdimisht që të konsumojnë ushqime të konservuara, gjithashtu dhe për të marrë ndoshta shijen e tyre, pasi industrialisht janë të punuara goxha mirë brenda, mundohen të hidhen goxha erza, shije të ndryshme në mënyrë që të bëhen sa më të këndshme për konsumatorin. Dhe ndoshta kjo është ajo që i tërheq personat, pra mos pasja kohë për të gatuar ndoshta, mos pasja ndoshta kohë për të blerë një produkt i cili do kërkonte edhe kohën e tij të gatimit, apo mund të ishte diku larg, mund të gjendej në një stinë apo jo. Kjo është arsyeja të cilat njerëzit preferojnë që të konsumojnë ushqime të konservuara. Në këto nuk mund të fusim vetëm mishin e peshkun, pasi konservat janë të pafundme, janë lëngjet e frutave ose puret e frutave, mund të jenë reçela dhe marmeladë të ndryshme që ne i konsumojmë. Po kemi edhe zarzavate, bizel, misër, fasule, kërpudha. Në studimet e bëra për shembull është arritur rezultati që domatet e pjekura, misri dhe fasulet janë shumë më të mira të konservuara se sa të gjalla, pasi antioksidantët që gjendet te domatja rriten rreth 40%, likopeni që gjendet te domatja është 40% më i madh në sasi tek domatet që janë të fermentuara, të konservuara. Ndërsa për tek fasulet është përsëri shumë e mirë, pasi në qoftë se do kërkoheshin fibrat e
e duhura tek fasulet e thata që ne përdorim vazhdimisht, tek fasulet e konservuara, fibrat e thatra përsëri janë në një vlerë rreth 30% më të lartë se fasulet e thata që ne konsumojmë çdo ditë. Po kështu dhe misri, por duhet jemi të kujdesshëm te konservat, në momentin kur ne përzgjedhim një konservë, të shikojmë ambalazhin nga mbrapa. Natyrisht data e skadencës ka shumë rëndësi, pasi kalimi i afatit të skadencës do na çonte në një toksikim. Gjithashtu duhet të jemi të kujdesshëm tek kutia. Do ishte shumë e mirë që kutinë ta fusnim në një tenxhere ndoshta me ujë më përpara që shikonim nëse do pluskonte apo jo. Nëse do pluskonte, do thoshte që konserva ka marrë ajër dhe kjo nuk do ishte e mirë për të konsumuar. Gjithashtu gjatë momenteve të transportimit apo të ambalazhimit mund të kemi shtypje të kutisë. Edhe kjo kuti nuk duhet të përdorur. Po kështu, në momentet kur ne kërkojmë të blejmë një produkt nëpër dyqane, nuk do preferonim që të merrnim një produkt që do ishte në vitrinën e dyqanit, ku do të ishte ekspozuar nga rezet e diellit, pasi është shumë e rëndësishme që produktet e konservuara të ruhen në një temperaturë 5 gradë deri në 8 gradë, ndoshta maksimumi 10 gradë dhe jo më tepër. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të pasur një gjatësi dhe një siguri tek ky produkt që ne përdorim. Gjithashtu, kur ajo kutia e llamarinës apo të neqës, bëhet fjalë për mishin apo për peshkun, ka sipër ndonjë ngjyrë kafe apo blu të errët, duhet jemi të kujdesshëm dhe në këtë moment pasi oksidimi ka bërë punën e vet dhe nuk duhet ta konsumojmë këtë produkt. Pra, është shumë e rëndësishme që të jemi të kujdesshëm në përzgjedhjen e produkteve të konservuara në mënyrë që mos kemi një toksikim, pasi toksikimi nga konservantët është shumë i dëmshëm. Shumë i dëmshëm dhe na çon ndoshta në helmatisje vërtet të rënda. Mirë, përbërësit le të themi ato shtesat ushqimore nga më të ndryshmet, ato lëndët le të themi në një farë mënyrë kimike, nuk e di, ndoshta do na shpjegosh më mirë ti. Çfarë bëjnë? Çfarë ndodh në organizmin tonë? Përbërësi pothuajse kryesor i të gjithë konservantëve me përjashtim të ëmbëlsirave është kloruri i natriumit. Kloruri i natriumit thash është shumë i dëmshëm për organizmin, pasi nuk duhet konsumuar më shumë se 5 gram në ditë, 5 deri në 7 gram në ditë kloruri natriumi. Por kur një person konsumon konserva dhe këto e bën në mënyrë të vazhduar, kjo sasi kripe është natyrisht shumë e madhe, gjë që do thotë që do kemi probleme me veshkat, do kemi probleme me hipertensionin, me nivelin e kolesterolit, pra do kemi shumë probleme. Gjithashtu, tiramina është një antioksidant i cili shërohet në momentin e konsumimit të një konserve. Gjë që thotë që personat me migren do kenë probleme të tjera në organizëm. Gjithashtu, bisfenol A-ja është një produkt i cili ndodhet pothuajse shumë shpesh në produktet e konservuara. Dhe këto produkte do ishte e mira që të shikoheshin në përmbajtjen e letrës që ndodhet ngjitur me ambalazhin, gjë që në qoftë se këto produkte do ekzistonin në vlera të mëdha, do ishte e mira që këto produkte mos ta konsumonim ose ta shmangnim. Pra bisfenol A-ja është shumë i rrezikshëm për formimin e fetusit, gjithashtu dhe për nënën shtatzën, dhe këshilloj që në periudhën e shtatzanisë nëna nuk duhet të konsumojë ushqime të konservuara. Një tjetër problematik është edhe sheqeri i tepërt. Natyrisht kjo mund të gjendet te marmeladet e ndryshme, te kreçelat e ndryshëm. Dije që sheqeri i tepërt në organizëm ka mjaft probleme për hipertensionin, për persona diabetik, për kancere të ndryshme, ndaj këshillohet që të jemi të kujdesshëm dhe në konsumimin e ëmbëlsuesve të tepërt. Por një ëmbëlsues shumë i rrezikshëm se sheqeri natyral është dhe HFCS-ja, i cili ndikon tek shurupi i misrit, tek fruktoza, sakaroza, produkte të cilat janë një 6 herë më tepër produkte të dëmshme se sa sheqeri. Pra, shumë shpesh ne na qellon që të shohim produktet e shurupit të misrit, që përmban, domethënë konservat përmbajnë shurup misri. Kjo natyrisht bëhet për të ndryshuar shijen, për të ngatruar ndoshta personat për të konsumuar gjasë një ushqim të këndshëm, të mirë, por në fakt shurupi i misrit është shumë i rrezikshëm, pasi përmban amidonin nga nisështeja, i cili është dëgjuar shurupin e misrit. Mirë, gjithsesi Anila, duket sikur në Shqipëri nuk është kjo lloj kulture shumë për të konsumuar ushqimet e konservuara. Ndoshta vitet e fundit ka filluar që ushqimet e konservuara të jenë, por nuk është se i kemi në masë, le të themi, këtë përdorimin e ushqimet konservuara. Nuk e di, në ato vëzhgimet e tua të përditshme. Në fakt, sot po të futesh në dyqane, ushqimet e konservuara janë në maksimum. Nuk bëhet fjalë për ushqimet e konservuara. Sigurisht, pikërisht.
Ndoshta është trumbetimi i fortë që bëhet vazhdimisht në emisione të ndryshme ku ne këshillojmë vazhdimisht që të konsumojnë ushqime sa më të freskëta, sa më të pastra, ushqime të sapo vjela, të sapo korra, ushqime të cilat janë shumë më afër asaj që ne kemi. Por gjithsesi edhe tek produktet e freskëta ne kemi mjaft probleme. Mund të themi në konsumimin e sallatës për shembull duhet lënë 24 orë përjashtë në mënyrë që larvet që janë të ngjitura në sallatën jeshile të bien në ujë dhe ne mos të konsumojmë larvat e rrezikshme që janë për organizmin. Por në proceset e konservimit dim tashmë që si qumshti, si produktet e tjera, si frutat, perimet dhe çdo gjë i kalon një procesi termik ose procesi të ftojes apo procesi të ngrirjes në të cilën ndodh ngordhja e mikrobeve të tepërta. Dhe këtu kemi një farë sigurie, pavarësisht se jo të gjitha vitaminet, mineralet apo kriprat mund t'i marrim në maksimumin siç mund t'i marrim te një frut apo një perime e saktë. Ndaj për këtë mund të themi ndoshta që konservat kanë të mirën apo dhe të keqen e tyre, duke pasur kujdes. Një person që është mësuar ndoshta të ushqehet, që di të bëjë një përzgjedhje të duhur, që di të shmang klorinë natriumit, bisfenol A, ndoshta shurupin e mistrit që është shumë i rrezikshëm, do ishte në rregull për të përzgjedhur. Na shëndoshin ushqimet e konservuara? Ushqimet e konservuara na ndihmojnë mund të jenë një shkaktar i shëndoshjes, në qoftë se kanë shumë krip brenda apo sheqerra të tepërt apo shurupin e mistrit. Dhe në qoftë se konsumohen pak arar. Gjë që do thotë, nëse ne do konsumojmë një konservë në javë, nuk do ishte rrezikshme për organizmin tonë, absolutisht jo. Por në qoftë se ne këtë konservë do ta konsumonim çdo ditë për të shmangur ndoshta të gatuarin në shtëpi apo të ngronin në një restorant dhe ishte gjëja më e shpejtë ndoshta një fast food apo një ushqim i konservuar dhe kjo do na bëhej rutinë dhe do na bëhej një edukate e përditshme, do ishte absolutisht shumë e rrezikshme për organizmin, qoftë për mbi peshën, qoftë për sëmundje të ndryshme të kancereve të ndryshme, qoftë për hipertensionin, diabetin apo probleme të tjera si migrena, nështatxania apo për fëmijët e vegjël që janë në zhvillim. Mirë, Anila, unë të falenderoj që ishe sot me ne, bukur modeli i flokëve, sepse do të flasim për modelin e flokëve. Në fakt ti nuk para ndryshon shumë, je besnike. Jam besnike. Urime, jemi shoqe. Mirë, në fakt, ja që bëj unë regjisë me këto lëvizjet e mia të paparashikuara. Mirë, do të flasim. Në fakt, lëvizjet i kanë të paparashikuara, se modelin e kanë të flokëve e kanë të parashikuar prej shumë vitesh. Do ndjekim materiali, cili ka të bëjë pikërisht me modelin e flokëve, për na tregon karakterin, pra me sa duket modeli i flokëve, duke filluar që nga ato me balluke e deri tek ato që e ngrejnë lart balluken dhe flokët, ato që i mbajnë shkurt, ngjyrat e tjera. Ndjekim materialin në vazhdim. A e dini se modeli i flokëve që ju mbani përcakton karakterin tuaj? Nëse keni baluke të shkurtra apo të gjata në ballë, modeli juaj i flokëve zbulon një karakter të ndjeshëm. Në këtë rast keni nevojë të mbroheni nga bota e jashtme dhe të krijoni një barierë të vogël mes jush dhe të tjerëve. Kjo tregon një lloj mbrojtje dhe një tendencë për të mbyllur në vetvete sapo shihni ndonjë pengesë ose kundërshtim. Keni një delikatesë dhe një intuit të madhe të cilën nuk e shfrytëzoni sa duhet. Flokë të ndara me vi djathtas. Mendimi i psikologëve në këtë rast, keni një karakter të thellë, reflektues dhe ju pëlqen të bëni pyetje mbi jetën dhe veten. Preferoni marrëdhëniet intime dhe autentike, nuk ndjeheni gjithmonë mirë në shoqëri, kur ju kërkojnë të jeni më mondan dhe sipërfaqësor. Jeni shumë besnik ndaj shoqërisë, dini t'i dëgjoni dhe t'i këshilloni të tjerët. Nganjëherë e keni të vështirë të veproni dhe të vendosni dhe ju urreni gjërat që ecin shumë shpejt. Flokë të ndara me vi majtas. Modeli juaj i flokëve tregon që keni një karakter aktiv dhe ju pëlqen lëvizja. Nuk doni të humbisni kohë me detaje mbi ndjenjat tuaja, ndërkohë që ndjeheni shumë mirë në marrëdhëniet shoqërore. Ndjeshmëria mbetet kopshti juaj sekret i fshehtë. Preferoni të jetoni në mënyrë dinamike dhe të bëni përpara pa i bërë shumë pyetje vetes. Flokë të hedhura pas. Kreja juaj tregon se jeni e hapur ndaj botës, ju e përballoni jetën në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe nuk keni frikë të ecni përpara. Jeni e sinqert, e hapur, dinamike, plot energji dhe mbase nganjëherë ju mungon finesa sepse nuk u kushtoni shumë vëmendje detajeve, por shkoni shpejt deri në thelb. Jeni optimiste, e dashur dhe ju pëlqen kontakti me të tjerët, por nganjëherë krijoni ide fikse mbi karakterin e dikujt tjetër dhe më pas e keni të vështirë të ndroni mendim. Flokë të ndarë në mes.
Modeli juaj tregon se jeni plot vullnet, ju pëlqen të jetoni në një atmosferë të ekuilibruar dhe harmonike. Kërkoni të jeni e drejtë në të gjitha gjërat, jeni e drejtë dhe shpesh nuk të falni. Dëshironi ekzistencë dhe lidhje të thjeshta të drejtpërdrejta dhe të qëndrueshme. Keni nevojë të ruani jetën tuaj shpirtërore dhe urreni stresin. Flok të shkurtra, modeli tregon se keni një karakter të fortë. Ju pëlqen më shumë të shfaqni veten ashtu siç jeni, të zbuloni cilësitë dhe defektet sesa të luani me diplomacinë dhe delikatesën. Të tjerë duhet ju pranojnë ashtu siç jeni, përndryshe aq më keq për ta. Karakteri juaj i çiltër dhe pak i papërkulshëm nganjëherë i shqetëson të tjerët. Ju nuk e njihni kujdesin dhe i zbuloni idetë dhe karakterin tuaj pa ju trembur syri.